Darkimi në shtëpinë e në Allarve shkon si mos më keq për Fatihun, sepse babai i tij Abdullahu mahnitet shumë nga arritjet në karrierë që Girai ka pasur në kompaninë e familjes së vet. Fatihu ndjehet i thëmbuar nga luftatat që babai i tij i bën Girai dhe acarimin që përjeton nuk e fsheh dot as pak. Vetëm pak çaste pasi Girai largohet nga shtëpia e tyre, kërkimi nis të kërkojë llogarin nga Fatihu në së acaruar. Ajo nuk e përtyp dot faktin që Fatihu është bërë xheloz për shkruan, ndaj dhe dëpton ashpër me të, në prezencë të të gjithë familjarëve. Një nga ndihmësit e shtëpisë, zonja Hajra, sjell çajrat pas ushqimit, si për herë. Kërkimi nuk i kontrollon nervat e saj, por shikon Hajatin duke vazhduar rutinën normalisht. Ndaj dhe i ulëret, ja hedh tabakan në tokë dhe largohet për në dhomën e saj. I ndjer në presion nga familja e tij, Fatih shkon pranë kërkimit. Ai tenton të sqarohet, por në kot, sepse kërkimi e kupton mjaft qartë që ai po shfaq xhelozi për Doan dhe Girain. Sa kaq, në anën tjetër ndodhet një tjetër emër i ndaluar të përmendet në atë familje. Alevi. Alevi dëgjon mundin tek flet me nostalgji për dashurinë që ka pasur me Nurseman, ndaj dhe nevojën të sugjerojë që të rikthehej. Po mund të dëgjon deri në fund, se dhe e falenderon që po përpiqet për luturinë e tij, por thotë se tani më është bindur që nuk do të jetë asnjëherë i lumtur, duke qenë një grua, familja të cilës ndërhyjnë në çdo gjë të tyre. Ato ndërrojnë temën e bisedës dhe fokusohen tek plani i videoklipit të këngës së Umutit, ku performuese do të jetë Çimeni, mbesa e Alevit, ku mund t'i shprehin indiferentizëm për Nurseman që do e shikojë klipin dhe ekziston mundësia që të ndjejë xhelozi për afrimitetin që ai do të shfaqë në klip me Çimenin. Dhe Alevi nuk e ngacmon më tepër. Ndërkohë, babai i Çimenit, Zoti Kajhan, nis të bëjë një plan të detajuar për fitimin e parave në mënyrë jo shumë të drejtë, ashtu siç pandehin, këllëxhimin e presin shumë shikime paraqykuese, veçanërisht nga Zoti Haluk, si më i vjetri i asaj kompanie. Ai ka dëgjuar lart të poshtë se po organizohen shumë festa vetëm për femra, për të cilën nevojitet një ambient, pak ushqime të lehta dhe pije pa alkool. Omeri gjithashtu e vren qëndrimin e tij, por e mbështet këllëxhimin pafundësisht dhe i premton se do të jetë krah saj në çdo moment. Për këtë, ai kërkon Lemanit të përdorin biznesin e pembes, lokalin në të cilën punon dhe Lemani, ashtu si Haluku. As Abdullahu nuk e pret shumë mirë ardhjen e këllëxhimit në kompani si një punojëse e re, por nuk flet dot sepse vëllai i tij është martuar me të. Lemani kundërshton hapësi, duke thënë se nuk e bën dot diçka të tillë pas shpinës së pembes. Por Kajhani e bind, duke argumentuar se ato vetëm do e provojnë dhe nëse funksionon, do ja transmetojnë dhe pembes, si pronare e atij vendi dhe gjithçkaja që ka brenda. Në ditën e parë të punës së këllëxhimit, në atë kompani do të mungoj Fatihu, nga xhelozia për Doan, si dhe për lëvdata që Abdullahu ja dha Girait pa ja dhënë kur djemet të tij, Fatihu ndjen se është sëmurur. Sa kaq, ish gruaja e tij këllëxhimit nis lëpën të re. Ajo mblidhet me të gjithë familjen për të ngrënë mëngjes, ku dhe i lajmëron se do të punojë në